Përshëndetje miq, vazhdojmë me avazin protestat. Para se të elaboroj pak pjesën e protestave, se cili është thelbi real ai I vërteti I kësaj proteste, jo sloganet dhe ambalazhi I bukur, do e ndalesha pak të një pyetje që mendoj që gjithë mund t'ja kenë bërë vetës vetë kohët e fundit. A kanë të drejtë shqiptarët jashtë Shqipërisë, që jetojnë në Maltëzi, në Maqedoni, Kosovë, ndoshta edhe në Bujanocën në Medveq, të protestojnë në Shqipëri? Para se gjithë do të kuptojmë që ne këtu, shqiptarët e Shqipërisë, jemi shteti am dhe trungu I kësaj peme të bukur shqiptare të kombit ton. Edhe me një mënyrë filozofike, mendoj që ju jeni degët e kësaj peme, që nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. Por përgjegjësia më e madhe politike, juridike, po edhe morale, ka qenë gjithmonë bie tek ne, tek Shqipëria, tek shteti am, tek shqiptarët e Shqipërisë. Pse? Sepse ju keni qenë gjithmonë më të kërcënuar, edhe jeni. Domethënë po të kapësh shqiptarët e Malezi dhe këto të Maqedonisë, pa përmendur këto ato të shkretët në Bujanocë me Medveq që I kanë harruar fare. Fatkeqësi e madhe kjo për ne. Po të kapësh këto të Malezit dhe të Maqedonisë, problemet juaja si shqiptar në këto dy shtete janë ekzistenciale. Ne shqiptarët e Shqipërisë nuk kemi probleme të tilla. Se jemi të konsoliduar si shtet, po ju atje ku jeni, për ditë vetë mbi pyetje, do me thënë, pesha juaj. Apo përkatësia juaj, apo kombësia juaj. Për ditë duhet t'ju zbejnë rolin, si shqiptarët e Maqedonisë që duhet t'ja zbejnë rolin, që janë një komunitet shtet formues, pa shqiptarët e Maqedonisë nuk ka Maqedoni, kuptoni sa të rëndësishëm janë Maqedoni apo jo? Edhe veç që të ngreni zërin në Maqedoni për problemet që keni atje, që ne këtej matant t'ja amplifikojmë, t'ju mbështesim, ju vini këtu, harroni problemet e juaja ekzistenciale atje, që bëhet fjalë që nesër mos jeni fare, mos ekzistoni fare, mos keni fare peshë të rëndësi, jo. Jeni shtet formues, pa ju atje nuk ka shtet, nuk ka Maqedoni, kuptoni sa të rëndësishëm jeni. Po, leni problemet atje reale, ekzistenciale që keni dhe ke gjeni kohë, një pjesë jo të gjithë ju, me ardhë këtu, sha luksi, me protestu për ambientin. Kundër investimeve. Këto sa luksi tepër të kështë marrëzi është kjo. Këto të malit zi nga ana tjetër, edhe këto të shkretët, duhen mbështetur këto nga vendi am, sepse edhe drejtët e këtyre her pas here tentohen shkelen, tentohen të nxirren jashtë ekuacionit nga trojet e tyre autoktone. Ku mund ta kenë luksin ato të vinë për protesta ambientale në Shqipëri? Kush janë ato? Pjesa e Kosovës, Kosova është shtet, ndryshon pak pjesa e Kosovës, po edhe Kosova ka problemet e veta ekzistenciale deri diku. Kush janë problemet ekzistenciale të Kosovës? Po, pasiguria e madhe që është krijuar sot në botë. Kemi hyrë në një fazë luftrash dhe pasigurisht të mëdha globale, me aleanca që ndryshojnë dita ditës. Kështu që edhe Kosova në këtë kontekst të ri gjeopolitik, ndërkombëtar, ku një rend I vjetër po bie ose është sënuar rënd, edhe mund të krijohet një rend tjetër që ne as nuk e dimë se si do jetë, çfarë forme do ketë, duhet bëjmë shumë kujdes sepse edhe Kosova ka probleme reale që duhet I zgjidhë brenda, duke krijuar një kohezion dhe duke u mbështetur nga Shqipëria si shtet am, edhe nga shqiptarët e Shqipërisë. Siç janë pjesa e UÇK-s, që mundohet ta mbaltosin her pas here, sepse nuk I bën dot ball me luftë, po hajde tash t'ja nxjim atë imazhin, që këto ishin terroristë, këto ishin kështu. Kjo është një nga betejat më të mëdha që kanë shqiptarët e Kosovës dhe gjithë shqiptarët e Shqipërisë kudo janë, që duhet bëjmë për Kosovën, dhe për kombin ton. Probleme tjera është veriu I Kosovës. Dhe nuk e thash kot në videon e fundit, që futja e amerikanëve në Trepç si investitor, si shpondon në Shqipëri dhe futja e amerikanëve investime në jug Shqipërisë konsolidojnë edhe jugun e Shqipërisë, se kanë pretendime greke sot e kësaj dite. Lene ça hiqin e ça sillen sikur pretendimet greke sot e kësaj dite janë territoret e jugut shqiptar. Edhe në Kosovë njëjta gjë, sepse e blindon, e fortifikon veriun e Kosovës përfundimisht. Kështu që duhet dim të shfrytëzojmë mundësitë që ne kemi. Dakord?
Pastaj këto të shkretët e Bujanovicit dhe Medvegjit, më vjen keq realisht për to, i kanë harru komplet, i kanë lë atje si sardele të shtypur atje. Dhe për ato realisht ka nevojë për një reagim shumë të madh nga shqiptarët e Shqipërisë, po edhe qeveria e Kosovës dhe shqiptarët e Kosovës së Maqedonisë dhe kudo. Kështu që për ta përmbyllur, po në Shqipëri janë gjithë mirëpritur si shqiptar, pavarësisht se janë nga Mali i Zi, pavarësisht se janë edhe arbëresh, pavarësisht se janë edhe nga Maqedonia, nga Kosova, apo nga Medvegja, Bujanovicit, pavarësisht se janë edhe nga diaspora. Po jo të vishti këtu kundër rendit kushtetues, kundër turizmit dhe kundër investimeve. Kjo nuk lejohet, nuk shkon. Është idiosi, është kriminale. Kështu që pyetjes, a keni ju të drejtë të vini këtu? Ndoshta për çështje të caktuara, të mpreta, kur mund të vihet në pikpyetje ose në rrezik identiteti jon ose kombësia jon, kombësia e shtetit tan. Kur të vihet pikpyetja ajo, ose kur të jemi të kërcënuar realisht si komb, atëherë po keni drejt vinit na mbështesni. Po për gjëra tjera, për ambient, për investime, s'keni lidhje fare. Tash i dalim pak te përmbajtja e protestës. Cila është përmbajtja reale e kësaj protestës? Kjo protestë, sot do t'jap disa informacione shumë interesante. Kjo protestë mua më ngjason me një lloj tjetër proteste që e kam cekur me një nga videot e mia. Është rënia e diktaturës vitit 90. Edhe atëherë, shumë nga ju nuk e din këtë, ka pasur të njëjtën dorë e cila është sot këtu. Është po e njëjta dorë. Atëherë dora atëherë, që unë e quaj dora serbe, më së shumti, u angazhua për të shkatruar dhe azgjësuar ekonominë e trashëguar të asaj kohe, që e arritën qëllimit. E azgjësuan ekonominë e asaj kohe. Pavarësisht se juve ju ngatrojnë shumë me pjesën ideologjike dhe ju trullosin nga ment e kokës se jo po komunizmi, jo po ballisti, jo po ekonomia, po flasin për ekonominë. U azgjësua ekonomia. Por këto shqipfolësit këtu, tradhtarët që kemi ende në politik, e ngjyrosin bukur se sistemi, se komunizmi, se regjimi, lene mo ideologjinë. U azgjësua ekonomia me qëllim që të varfëroheshim dhe të merrnim rrugët e botës. Ky ishte qëllimi i serbëve atëherë dhe e arritën. Pse kjo protestë sot është ngjashme me atë lloj proteste? Sepse do jap një informacion për ato pak që mund të dinë. Tashi në vitet 90-91, serbët bën një lëvizje shumë të bukur, shumë të zgjuar, po komplet antishqiptare, dihet se kanë shegu që na luftojnë. Sollën disa shqiptar të Kosovës, po edhe disa serb që nuk i merri vesh fare që ishin shqiptar, sepse e flisin shqipen si shqiptarët e Kosovës. Ishin rritur në Kosovë, kishin lindur dhe rritur në Kosovë. Njihnin kulturën shqiptare të Kosovës, gjithçka, traditat e gjitha. Serbët i sollën me qëllim këto në vitet 90. Edhe sollën një kontingjent shumë të poshtur, domethënë një kontingjent prostitutash dhe hajdutërish, për të krijuar narrativën, që se shqiptarët e Kosovës nuk janë si ju. Janë kështu, janë fundërrima, janë ashtu. Edhe shumë shqiptarë kanë hëngër, dhe ka akoma shumë shqiptarë që mendojnë që ju jeni ndryshe, jo. Do të kemi parasysh që luftohemi nga armiq shumë të fuqishëm, që kanë një politik shumë të sofistikuar dhe janë shumë hapa para nesh. Domethënë, i përdorën shqiptarët e Kosovës në 90-ën, edhe serbët që maskoheshin si shqiptar, duke bërë vjedhje, duke bërë prostitucione për Tiranë, sepse e dinin ato që do vite një moment që Kosova do shkoputeshe. Kështu që me një kontingjent shumë të vogël, arritën të krijojnë, domethënë, atë narrativën bindjen që mëse to shqiptarët e Shqipërisë, to shqiptarët e Kosovës janë, edhe arritën deri diku, por prap nuk e ndaloi dot zemërgjërsinë e shqiptarëve të Shqipërisë që të prisnin gati 1 milion shqiptarë të Kosovës gjatë luftës. Edhe atë se bën kush, duke liruar, domethënë, ka pas plot njerëz që kanë liruar dhomën e gjumit, familjeve,
shqiptarëve të Kosovës. Unë vetë në familjen time kam pasur mbi 3-4 familje shqiptarëve të Shqipërisë atëherë gjatë luftës. Edhe është një nga gjërat më të bukura që kemi bërë. Mendoj që ka qenë një nga gjërat më sablime që ne shqiptarët e Shqipërisë kemi bërë të kohët e fundit për shqiptarët e Kosovës. Ku duhet dalë me gjithë këtë diskurs? Kjo përkon edhe me protestat sot, që janë po këto mercenarë, që vinë disa nga brenda, disa që vinë nga jashtë, që po i përdor po prap kjo dora serbe. Për t'i rënë kujt? Po ekonomisë. Sot nuk kemi më ekonomi trashëguar, iko e mori fund. Po sot duhet i bie një ekonomi që tenton të ngre kokë. Shpoj njëjta skem. Jam po të njëjtë duar mbrapa protestave. Thjesht du t'ju hap syt. Jam po të njëjtë duar, sepse pavarësisht sloganeve që e kemi diskutuar shumë herë dhe sloganeve të bukura dhe ambalazhit të bukur, thelbi i kësaj proteste që ka dalë me fakte tash është goditja e turizmit, goditja e investimeve dhe në thelb goditja e ekonomisë. Domethënë është e njëjta filozofi e protestës që ka qenë atëherë në 90-ën që na shkatruan pothuajse plotësisht, na çuan në epokën e gurit. Sot po mundohen të bëjnë të njëjtën gjë, të parandalojnë investime mallore që Shqipëria të ngrej pak kokë. Nga një ekonomi e rënuar, të filloj të marrë, të bëjë disa investime elitare. Si mund dalesh i kundër investime kur ekonomia jote është pothuajse e rënuar. Kështu që e njëjta gjë është sot. Po përdorin mercenar shqipfolës që vinë nga Kosova, si atëherë, pjesërisht nga Maqedonia, do na sjellin një demokraci këtu. Aq të marrumën pas kam qenë, se pas kam prit të vinë këto tash na tregojnë çfarë është demokracia dhe çfarë si duhet të zhvillohet një vend. Kështu që bëni kujdes sepse kjo është një protestë që ka mbrapa agjenturat e huaja dhe një dorë shumë fuqishme serbe që po mundohet të ekzekutojë të njëjtin plan që ekzekutoi në vitet 90, atëherë azgjësoi ekonominë e trashëguar, sot po mundohet të azgjësoj një ekonomi të re që ne duam të ndërtojmë. Nuk e duam këto ato. Okej? Pastaj, domethënë, pjesa më e vështirë e kësaj proteste që kemi kohë që e ngrem si alarm, që e ngrem si problematik, që këto janë njerëz kështu, janë njerëz ashtu, që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, janë komplet anti-shqiptar, të paguar, proteste sisur. Kapim këto pjesën e biznesit shqiptar që to i kanë sulmuar, kanë një javë që ju sulmojnë. A ka gjë, a doni më shumë fakte se sa ky fakt? Kaq i madh, kaq i dukshëm. Edhe është i gjitha ajo që po ju them, që kam kohë që ju a them. Është sulmi i ekonomisë shqiptare, është një sulm që i bëhet ekonomisë shqiptare, është një sulm që i bëhet biznesit shqiptar. Edhe goditja që i kanë bërë këto me anë të përshtypjeve ose reviews në anglisht, bujtinave apo resorteve turistike, është dëshmia më e madhe që kjo është një protest për t'i rënë ekonomisë shqiptare. Si që ranë atëherë në 90-ën, e njëjta gjë po bëhet sot, po në një kohë tjetër, në një dimension tjetër. Si mund t'i biesh ti bizneseve shqiptare? Si mund të godasësh ti bizneset shqiptare? Ato review-t janë shumë të rëndësishme, ato përshtypjet aty, sepse të huajt në përgjithësi orientohen nëpërmjet përshtypjeve dhe reviews që shikojnë aty, sepse nga e njeh ai Shqipërinë që do vi këtu. Shikon dhe futet te review-t, te përshtypjet. Kështu që gjë më kriminale dhe është hera parë që ka ndodhur në botë kjo, një luftë kibernetike duke përdorur këto review për shtypjet, është hera parë që është bërë në Shqipëri kjo. Si është bërë në Shqipëri nuk është bërë deri tani në asnjë vend të botës. Të godasësh bizneset shqiptare, është godasësh shqiptarët nga i pari tek e fundit. Shtetin po e po, por shqiptarët nga i pari tek e fundit. Sepse bizneset shqiptare, biznesmenët shqiptar, ato të bujtinave, të turizmit, të gjithë bizneseve të mundshme janë ato që mbajnë shtetin këmbë. Për mendimin tim njerëzit më të mirë dhe ato që sakrifikojnë më shumë se të gjithë ne. Pse? Se paguajnë për gjithçka në këtë vend. Investojnë gjithçka që kanë. Me familjarët e tyre, janë të përkushtuar. Kanë hellur lekun aty, gjithçka, djersën, gjakun e vetë nga ngrit me mund. Edhe shkosh ta godasësh në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, është terroriste, jo kriminale, është terroriste. Këta biznesmen mbajnë këmbë shtetin.
me taksat e veta, me njerëzit që kanë marrë në punë. Mbajnë gjallë me qindra mira familje. Kështu që goditja që këta po i bëjnë biznese shoqëtare, tregon që kjo është një protestë shumë e ngjashme me ato të 90-s, është goditja e ekonomisë shqiptare. Edhe provë më të qartë se sa kjo nuk ka. Tash duhet me i qeq qor fare, që mos kuptosh që kjo është një protestë komplet agjenturore, serbe, greke, për t'i rënë mu në zemër ekonomisë shqiptare. Sepse vazhdoj marr akoma, jo po me të, jo po me të. Ore, ta kuptoni një herë e mirë. Në këtë protestë janë bërë bashk armiqtë e Ramës dhe armiqtë e Shqipërisë. Armiqtë e Ramës nuk është se më interesojnë shumë, por armiqtë e Shqipërisë, duhet na interesojnë të gjithë dhe ne, na beringosin. Të jemi në alert, sepse armiqtë e Shqipërisë janë më të rrezikshëm se armiqtë e Ramës brenda, sepse këto janë bërë bashk. Armiqtë e Ramës dhe armiqtë e Shqipërisë në një front kundër Shqipërisë. Dhe kjo është arsyeja pse u flas, që të kuptoni, që ta ndani, që si mund t'i bëjmë ballë armiqve të Shqipërisë, që ka si objektiv goditjen e biznesit shqiptar, goditjen e ekonomisë shqiptare, goditjen e imazhit të Shqipërisë. Këtë duhet të kuptoni, që ju bëj thirrje her pas here, që duhet ngrejmë zërin, pak të ne shqiptarët e ndershëm, që kemi pak tru, që të gjejmë mënyrat, metodat, për t'i bërë ballë deri diku goditjes që vje nga armiqtë e Shqipërisë. Dakord? Ju përshëndes deri në reagimin e radhës.